Në momentin kur po pritej të fillonte seanca e Kuvendit të Kosovës, deputetë të pozitës dhe opozitës, disa të ndarë e disa të bashkuar, janë më synë objektit të Kuvendit. Aty secili veç e veç kontrollojnë nga sigurimi i Kuvendit. Ndryshe prej të tjerëve, deputetës së vetëvendosjes Donika Kadaj Bujupi nuk ju lejua të hyjë brenda për një arsye. Asaj i u gjet një sprej. Pas arrestimit të saj në Kuvend mbërriten edhe deputetë të tjerë të këtij subjekti. Ajo që konfirmoi arrestimin e Kadaj Bujupit ishte deputetja Albolena Haxhiu. Lëvizja vetëvendosje do të bëj opozitë të fuqishme për brenda Kuvendit, do të rezistoj fuqishëm për ta ndalur marrëveshjen për demarkacionin malin e zi. Shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Glauko Njufca në hollin e Kuvendit para se të fillonte seanca, deklaroi se pavarësisht trysnisë që po kanë disa nga deputetët e PDK-s dhe LDK-s, ata nuk po i binden kësaj të fundit. Nuk po funksionon shumë ajo trysnia që po e aplikon Isa Mustafa, Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli mbi ata deputet, të cilët kanë thënë edhe publikisht, mund të jenë ndoshta një 12 apo 13 prej PDK-s dhe prej LDK-s. E këtë trysni e demantoi deputeti i LDK-s Armend Zemaj. Asnjë presion nuk është bërë ose nuk e komponi që është bërë ndaj dikujt. Çdo kush do të vendos me vullnetin e vet lirë. E në momentin kur kryeministri i vendit Isa Mustafa kërkoi që pika e rendit të ditës për demarkacionin të riprocedohet për një ditë tjetër, ministra e deputet nga pozita dhe opozita filluan të lëshonin sallën. Deputeti i LDK-s Adem Saliaj pohoi se nuk ishte opozita ajo e cila ndikoi që të merrej ky vendim. Nuk ka faktor tjetër që ndikon, opozita nuk ka asnjë ndikim, sepse me 30 vota që i ka, nuk mund të ketë ndikim këtë çështje. E nga opozita, u shprehën se ky koalicion është në krizë dhe se ka dështuar t'i mbledh votat. Sipas tyre, me këtë që ka ndodhur sot, demarkacioni ka rënë poshtë. Ky koalicion qeverisor është në krizë. Sot kryeministri u tentu në fazën e parë të ikë rrëzimit e qeverisë, në fakt. Është një tragjedi që e ka një keq qeverisje, një kryeministër që më të vërtet nuk mund të bie një vendim dhe të arzoj marrëveshjen që është interes i Kosovës dhe i qytetarëve të Kosovës, pa e pyetur kryeministrin e Serbisë Vučićin. Opozita vlerëson se gatishmëria e deputetëve për ta hedhur poshtë këtë marrëveshje ka qenë nga të gjitha subjektet politike.